Bismillahirrahmanirrahim. Xheneti, bukuritë e tija, mirësi e përgatitur për besimtarët. Njerëzit edhe në këtë botë shpërblehen për veprat dhe sukseset e tyre. Zakonisht, këto janë mirënjohje, lëvdata dhe shpërblime materiale. Në ditën e gjykimit, Allahu xhaleshanuhu do t'i shpërblejë ata që me veprat dhe punët e tyre do ta meritojnë këtë. Xheneti është një vend në ahiret ku do të qëndrojnë dhe banojnë të shpërblyrit. Xheneti në Kur'an dhe hadith quhet edhe Aden, Mewa, Firdaus, Naim, Huld, Darus Salam, Jannetu Aliyah dhe Darul Muqam. Kemi edhe Firdausin pra, që është ndër xhenetet në superlativ. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم توعدون. E s'ka dyshim se ata që thanë Allahu është Zoti ynë dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vinë melekët në prag të vdekjes dhe u thonë të mos friksoheni, të mos pikëlloheni, keni myshdhe xhenetin që u premtohej. Surja Fussilet ajeti 30. Kurani thekson se xheneti është i gjerë sa qielli dhe toka. Kur e pyetën Muhamedit a.s. pasi që xheneti qenë ka i shtrirë sa qielli dhe toka, ku është atëherë xhehenemi? U përgjigj: Allah Allah. E kur kthyn dita, ku është atëherë nata? Në xhenet gjithashtu do të hyhet në grupe, kur besimtërët do të priten me fjalët Selamun aleikum, qofshit të shpëtuar, ishit të pastër, andaj hyni në të, aty jeni përgjithmonë. Surja Zumar ajeti 73 me radhë. Në xhenet, në radhë të parë do të banojnë pejgamberët e Zotit, të drejtët dhe shahidët, e pastaj besimdrejtët dhe të devotshmit muttaqijat. Për të dashurit e Allahu xhaleshanuhu, siç thekson Kurani, nuk do të ketë frikë, po as pikëllim. Alladhina amanu, pra ata që besojnë, wa kanu yattaqun, që ishin pra të ruajtur, të devotshëm, atyre jepet myshdhe në jetën e dunjas, në çastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të besojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh. Dhalika huwa al-fawzul azim. Surja Yunus pra ajeti 63-64. Në xhenet do të hyjnë ata që janë penduar sinqerisht, besimdrejtët dhe mirëbërësit, ata që bëjnë vepra të mira. Aty nuk do të bëhet mëkat dhe marrëzi. Besimdrejtëve do të thuhet: hyni pra në të shpëtuar, se kjo është dita e përjetshme, ata aty kanë çka dëshirojnë, e te ne ka edhe më shumë. Surja Kaf 34-35. Për mirësitë e xhenetit besimtarët do të falenderojnë Allahun me fjalët Subhanak Allahumma walhamdulillah rabbil alamin. Në Kur'an shpesh përmenden bashqet në të cilat rrjedhin lumenj me ujë, qumsht, pije të ëmbla dhe mjalt. Besimdrejtët do të ulen në minder të mrekullueshëm, me jastek dhe koltuk të stolisur. Në xhenet nuk do të ketë vap, as dimër, pra nuk do të jetë ftohtë, as nxehtësi e madhe. Besimdrejtët do të dëfrehen në hijen e dryjnëve të xhenetit. Kurani thekson se në xhenet do të ketë bukuri, hyri, me të cilat do të shoqërohen besimdrejtët. Kurani i krahason me rubinët, merxhanët, xhevahirët e çmueshëm, margaritarët e ruajtur mirë. Në xhenet nuk do të zhvillohen biseda boshe, po as fjalë irrituese. Atje vetëm do të dëgjohet fjala selam, paqe, shpëtim. Për kohën e xhenetit, Kurani thotë se është Yawmul Huld, amshim për jetësi. Disa dietarë musliman janë të mendimit se me përhershmërinë, pra mendohet vetëm në një kohë shumë të gjatë, e jo në pafundësi, pra tek xhehenemi, që na jep të kuptojmë se përfundimisht të gjithë njerëzit do të falen. Pra, do jenë disa njerëz që do vendosen në xhehenem pasi të pastrohen, pastaj do të vendosen në xhenet të caktuar. Por gjithsesi, këtë Allahu e din më së miri. Andaj, ne si besimtar jemi të urdhëruar të bëjmë vepra të mira në mënyrë që të hijmë në mëshirën e Zotit dhe të bëhemi prej banorëve të xhenetit. Allahu na mundësoft